Ende nuk e ka marrë veten nga goditja e fundit në Nofull. Donald Trump e sulmoi sërish homologun e tij francez Emmanuel Macron, duke rikthyer në vëmendje incidentin e shumë përfolur të tij me bashkëshorten Brigitte. Referenca e mundshme e kreut të Shtëpisë së Bardhë konsiderohet të jetë videoja ku zonja e parë e Francës shihej në avion duke shtyrë me të dy duart fytyrën e shefit të Elizes. Macron, i cili trajtohet jashtëzakonisht keq nga gruaja e tij, është ende duke marrë veten nga grushti, u shpreh Trump duke shpotitur sërish presidentin francez dhe të shoqen. Emmanuel Macron reagoi ftohtë. Komente të tilla nuk janë as elegante as dinjitoze. Nuk do t'i përgjigjem, sepse nuk meriton përgjigje. Nga Seuli ku ndodhet aktualisht për një vizitë zyrtare, Macron e lëshoi megjithatë edhe ai në sfondin e luftës së Iranit një koment të hidhur për presidentin e SBA-s dhe faktin që Trump vazhdimisht ndryshon qëndrim në lidhje me ato që thot dhe bën. Nuk mund të kundërshtosh veten çdo ditë. Nuk mund të thuhet çdo ditë e kundërta e asaj që është thënë ditën e mëparshme. Trump që shpreh më herët se po shqyrton tërheqjen e SBA-s nga NATO, me arsyetimin e mungesës së mbështetjes nga aleatët për ndërhyrjen ushtarake të SBA kundër Iranit. Megjithatë, në fjalimin e tij më vonë, nuk e përmendi më këtë çështje.